Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot, erdhi al-Aslami tek i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe dëshmoi për vetveten e tij me 4 dëshmi se është zhytur pardon nga ju në kurvri, ka bo zina. I thot pejgamberit alayhis salam, o i dërguari i Allahut, ju kam afru një gruaje të huaj dhe jam zhytur në prostitucion, kam bë haram dhe ka sjell 4 dëshmi, respektivisht 4 dëshmitar, dhe me këtë rast ai e ekspozon vetveten e tij dhe kërkon nga Muhamedi alayhis salam si qadi, si gjykatës, që ta merr dënimin të cilin e meriton konform dispozitave juridike të shariatit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e dëgjon i thot: "Fama turidu bi hadha al-qawli", thot i nderuar, çfarë ke për qëllim me këtë që po e thu? Çfarë dëshiron? Thot al-Aslami: "Uridu an tutahhirani", dëshiroj që të më pastrosh, dëshiroj që të pastrohem në këtë botë dhe në botën tjetër për këtë mëkat që e kam bë, të shkoj i pastër. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që e kuptoi seriozitetin e çështjes, e analizoi rastin, urdhëroi që të merr dënimin të cilin ka përcaktuar shariati, që të gurzohet gjerë në vdekje. Fasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. Dy persona, pejgamberi alayhis salam i dëgjoi, dy shok, dy sahabe i dëgjoi duke e komentuar këtë ngjarje dhe njëri po i thot tjetrit, po i thot shoqit, apo e sheket njeri të cilit Allahu ja mbuloi këtë turp dhe ky e zbuloi tmetin e tij, vetvetes së tij, dhe në fund u gorzua sikurse, pardon nga ju dëgjues dhe shiques të nderuar, sikurse një qen. Do të thot, duke e komentuar këtë ngjarje, këta dy persona fillun në të njëjtën kohë të e marrin në gojë dhe e sallën një kualifikim të rënd. Fasakata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam famarra bi jifati himarin sha'ilin bi rijlih. Pejgamberi alayhis salam kur dëgjoi këtë koment, si po e komentojnë këta dy persona ngjarjen e Aslamiut, pejgamberi heshti. Pas pak kohë pejgamberi alayhis salam rastisi të kalon pranë një gomari të ngordhur, i cili i kishte këmbët e ngritura për së larti, zakonisht kafshët të cilat ngordhin pas një kohë edhe trupi i tyre i kafshëve deformohet, pastaj merr pamje të tjera dhe vjen edhe ajo pamja sikurse po na përshkruhet në hadith. Kur e pa pejgamberi alayhis salam këtë pamje, tha: "Ejna fulan wa fulan", ku është filoni dhe filoni, kishte për qëllim ata dy njerëz. Ata thanë: "Ja këtu jemi o i dërguari i Allahut." Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua ato në dy personave, të cilët kishin komentuar ngjarjen e Aslamiut dhe i kishin bërë një kualifikim të rënd, ju tha pejgamberi alayhis salam, tha: "Urdhroni, tha, hani prej kësaj ngordhësie, prej këtij gomari të ngordhur." Ata i thanë: "Ghafarallahu laka ya Rasulullah, man ya'kulu min hadha." Allahu të falt o i dërguari i Allahut, po kush han prej këtij ushqimi? Pejgamberi alayhis salam i tha: "Ma niltuma min 'irdi hadha ar-rajuli anifa ashaddu min akli hadhihi al-jifa." Ju më herët, në momentin kur e atakut dhe cenut nderin e atij personi, i cili ishte zhytur në prostitucion, i cili erdhi vetë dhe e paraqiti rastin tek pejgamberi alayhis salam, i cili dëshironte që të pastrohej dhe të mos i bart pasojat e këtij gjunahu në botën e amshimit, të shkon në ahiret i pastër tek Allahu subhanahu wa taala nga pendimi i sinqert. Pejgamberi alayhis salam tha: "Ju më herët, në momentin kur e preket nderin e këtij njeriu, kjo është më e rëndë se sa me e hangër mishin e këtij gomari të ngordhur. Fa walladhi nafsi bi yadihi innahu al'ana fi anhari al-janna."
pasha atë që shpirti im është në dorën e tij, vallahi ai në këto çaste është në lumejt e xhennetit. Personi që ju e kualifikut sikur qen, ai në këto çaste është në lumejt e xhennetit.